Kjo është prona juaj? Po, komplet. Kjo është prona jonë, që në vitin 2002 e kemi fillu si biznes familjar. Nga vitin vit kemi zgjeruar krerë. Sa kemi tani? Tani kena 250 dosa, Po. që janë cikël. 150 i kena të përgatit para dosa. Dhe vazhdojmë tash, kena dhe stallën e re, që kena bashkëpunu me HBR-n. Kemi marrë mbështetje aty? Po, Ne ishim bashkë me gjestat publike, praktikisht të kemi qenë në dhjetor. po. Edhe u ngrit një shqetësim që vetëm dosat nuk mbështeten. Dhe Aty tani e në ke masën e marrë re fjalën që mas kemi mirë. fut tek dosat, na i keni zmotora. ju duhet të aplikoni, të shtoni, të vazhdoni të mbështeteni nga ana e qeverisë dhe Ministrisë Bujqësisë, patjetër. në mënyrë që të rrisim kapacitetet dhe ne t'i mbështesim me buxhetin. Patjetër. Ti je nismëtari i kësaj pune kur kemi bët gjesat me fermerët herën e fundit bashkë. Ke dhënë një propozim, i cili do të futen dosat se vetëm Shqipëri nuk e ka. Tani shife ti je në Amerikë dhe shife ku jam unë. Dhe ne për pak ditë hapim aplikimet për skemën e re dhe dosat janë fut me një mas 70.000 lekë të vjetra. Dhe duhet të aplikoni ju me 250 dosa për më thot djali që keni në fermën tuaj. Je nismëtari i kësaj pune që kështu kur të vish nga Amerika të presin do vi dhe një vizit tjetër tek ferma juaj. Tani këtë për çfarë po ndërton? Kjo është për dosa. Vetëm për dosa. Po, vetëm për dosa. 250 dosa janë kthej me fjalë këtu do të jenë materniteti. Po. Bëhet shkputja në Stolloma, pastaj kalon për majmëri. Janë në cikël që janë me gica, që janë gati për tjellë, 150 janë para dosa të reja. Tani këto ambientet i ke, pra, pse janë kështu me ambiente? Është mren jashtë, që mren për shembull bën tjellë. Pra, linje. Ta këtu për shembull, kam bërë lindje. Me datën 24-ti, ka pjesën e gicave, regjistrojnë sa gica janë. Sa bëj kështu, deri 20, sa kanë? Shkon mesatarja, nga ato që shkëfa me poshtë janë bëjnë 20, kurse 15, na kupton, varet.